kur kemi dalë të mbledh bashkë para 3 apo 4 muajsh bashkë për të shpjeguar ndryshimin e sistemit zgjedhor. Listat e mbyllura dhe të hapura. Të dy kemi ngret një pyetje bashkë me panelin e asaj nate. Ora çfarë është kjo histori? Nga i gjetën këtë? Këtë variant. Nga u gjet kjo gjë. Okej. Nga u gjet kjo shpifsir. Se kjo është shpifsir. Kjo nuk është ligj, kjo është maskara. Pse është maskara? Se shifeni ku janë katandisur. Ja ku është katandisur, ja shive tani. I kanë vënë partitë në vështirësi. Ja, jo, e kanë në vështirësi të kërkuar. Kjo është fiks legjitimim i asaj që duam të ruajmë status quo, jo të fitojmë zgjedhjet. Nga të dyja palët. Po patjetër që po. Dhe kjo është shumë e rëndë, me thënë drejtën, për pjesën që do të vinë pushtet. Shumë e rëndë. Edhe unë jam i keqardhur për këtë. Po e kam mret të keqardhur bashkë me qenë, ta kujtoj, se kemi thënë të gjë. Po bashkë me qenë, ndoshta janë lehtë, po këtu kur kemi thënë që, ore si është e mundur me një parti opozitare që të vrapoj me turra vrap për të thënë që o burra të votojnë emigrantët, si jam kundër, po është sistemi më i pasigurt i votës sot për sot, jashtë qendrës votimit. Mos harrojmë, kemi 30 vjet që e godasim, nuk e besojmë zgjedhjet në qendër votimi që i shohim me 4 palë sy atje. Nuk i besojmë ato zgjedhje. Dhe krejt papritur, në një çast saktuar, besojmë votën e hapur, në për gjithë botën, që do votoj gjithë familja atje, e kupton, do na i fusin dhe në zarf, edhe çfarë thotë në rrokun, vazhdojmë se ka prap. Këto lista janë vazhdimi i këtij procesi. Janë vazhdimi i këtij procesi. Dhe pyetja themelore është vërtet, ore, duam të fitu zgjedhjet ta apo jo? E ke për opozitën më shumë? E kam për të dy palët, por më shumë sigurisht që ngarkohet më shumë opozita me këtë përgjegjësi. E treta, kush ishte sfida e këtyre listave? Sepse ka një problem, ne shpesh e përmendim barometrin, do vinë patjetër, po duhet vetëm për forcë të argumentit. Por ka dy qasje, ka një palë që e lexojnë dhe e përtypin, ka dhe një palë tjetër që thonë, ama, që është zmak, le ndërtimi, thotë e tjetër, sulme. Problemi është tu. Ky zotëria ka kuru, shive që ka bo këtë një? Edi Rama. Shive që ka bo kënë pushtet, që se ka, me drejt zotit mund mos bënd të asë, ka 74 deputet sot në parlament. 24 i përzuri. I ka lënë jashtë, pa. Miru pafshim. 1/3 e grupit. 36, gjysma e grupit parlamentar. Është në lista hapur. Dilni dhe merrni, justifikoni mandatin. Shive që ka bë. Spektakel. I ka futur nga. Spektakel. Ti e quan spektakel? Absolutisht po. Pse, se maksimizojnë votën? Po sigurisht, më dilni justifiko votën. Janë ujqë ata gjithë. Më falë se do ta shpjegoj Plarenti, po janë ujqë ata gjithë. Absolutisht. Shive në listën e hapur. Lista e Tiranës, po, ma nxjerr pak regjia listën e Tiranës. Listë fortë, ajo është listë. Dakor? 11, vetëm 11 nga 74 deputeti ka lënë në vend sigurt. Vetëm 11. PD-ja ka siguruar më shumë. Ka përzën 11 nga 59 deputet, ka përzën vetëm 11. Ka fut në listën e hapur 13, ose më shumë, mos gaboj. Janë 13 ose 16, mos gaboj. Dhe jo, më falë, 13, dhe në listën e sigurt ka vënë 19. 19, gjysmën e grupit parlamentar e ka siguruar, e ka cimentosur, ka ra viktim e ati 30% të listave. Të ati sistemit zgjedhor që e duar trokitën. Se i quan viktim Manjan? Ndoshta jo, të ka kërkuar, e vërtet, këtë drejt. Ka shpërbyer besuarit në bastë. Jo, absolutisht, po pra po. Po çështja është që kush ishte në sfidën për të dalë më i rinovuar në teorinë e konsumit? Kush duhet luftonte më shumë kundër konsumit? Duhet luftonte qeveria apo opozita? Në qoftë se ka kritika sot për Sali Berisha... Dhe sfidën e konsumit për ty e ka fituar mazhoranca, pra, Edi Rama. Me këtë listë ka fituar Edi Rama. Por, kush ishte, duhet të them edhe një gjë tjetër. Okej. Çfarë kritikash merrte Sali Berisha në opinion? Pse mban afër këtë, se s'po i zemra tani, pse më afër atë tjetrin, pse më afër atë tjetrin e tjetrin? Pse prap ai, dakor. Tani eksakt prap këto janë aty. Dhe nuk po hy në logjikën e së shkuarës. Ftesa për të shkuarën, Samir ishim 2013, këtu po flitet për hyrjen në Europë, kupton, janë disa, të gjitha këta janë kombinime. Ma janë të lutem, edhe rinovimi ka një proces meritokracie ndërkohë, pra nuk mund ta mbushësh listën vetëm me të rinj. Meritokracitë vlen në parti që janë në parti tradicionale, konservatore, që kanë rregulla, që kanë statutën të thash. Partitë tona janë parti elektorale, duam s'duam ne kështu ka ardhur situata. Që për i vitit 2005 e këte nuk kemi më parti tradicionale. Janë parti që i orientohen drejt zgjedhjeve. Dhe teoria e konsumit funksionon. Sidomos në Shqiptar. Shqipni sondazhet më.
Shihni sondazhet. Ja do t'i shohim. E tregojnë me shumë, e kanë treguar jo vetëm kohë zgjedhje, po e kanë treguar gjithmonë. Konsumi ndëshkohet. Dhe kush e lexon këtë fiton. Është fare e thjeshtë. Kjo ka ndodhur në këtë listë. Po ta marrim në kompleks, Okej. unë mendoj që pyetja mbetet, a duhet me fitu zgjedhje apo jo? A doni të fitoni zgjedhje?